Përshëndetje. Mbrëma. Të dashur bashkëpatriotët e mi shqiptar. Shqiptarët e mi të dashur që sot me krenari u mblodhët në sheshin Skënderbeu, ku ne shpallëm ditën e çlirimit të Shqipërisë nga Edi Rama dhe Sali Berisha. Burime, bu. Pse që? Ala me të atmosferën. Ne nuk e pam atmosferën, sepse Gjefri, unë të kuptoj shumë mirë, se edhe ti e njeri që je i paguar, edhe si tillë natyrisht që i fryn erës Edi Ramës, po koha juaj mbaroi. Edhe Edi Rama që pogoi me Leona, që të dështonte ky aktivitet, por jo e drejta vënonë, por nuk harron. Burime. Ne muarëm pushtetin që ta gëzojnë shqiptarët, ta gëzojnë fëmijët, që shitet sallatori i dhe të poshtë sallatori shqiptar dhe vjen sallatori nga Greqia dhe nga Serbia. Jo, Gjefri, edhe më përqeu profesori, dje e paralajmëroi Edi Raman. E paralajmëroi edhe biles, e se unë nuk shqetësova një 2 ditë duke pash këtë, kur e ka treguar që ka qenë me mision ky në këto 2 ditë, dhe dëgjoj që. Unë dola me 7:30, i shojtën dritët. Fillova më 8:20, i shojtën përsëri dritët. Fillova më 8:45, prap i shojtën dritët. Me qëllim o pa qëllim, unë nesër do të gje realiteti të vërtetën. Nëse është me qëllim, unë po i bëj një thirrje qeverisë Ramës. Ramë, mos loj me zjarri. Me një mirë të një fare mirë. Mos loj me zjarri. Se s'ma theja kisha thënë unë. Si? Më kisha thënë më për para, kisha bënë ashu, nga ato të dritave. Nga cilat? Po Rama, ku është, e more vesh? Po kush e përcolli, e more vesh. Po vadi, du bëj ceremonin, në dasmë se do vi. Po martohet ajo. Nuk o ratisa? E ma qike. Po ratisa e ri qeveria teknike, o qeveria e re. Kjo është në hije, mo prit një nduro. Se në hije, gjithë kjo djeli hije queta. Po mirë. Po Rama qapu në Amerikë, Rama? Amerika akoma nuk e uroj, Rama ja futi hiku në Amerika. Po e ka pëtuar është për tjetër gjek të ratë. Qa ka bajtur o ti? Në tërgo në një gjë, në tërgo? Po martohet Soros, jo. Sorosi? Në 97 qatë? Ibiri. Aleksi? Edhe do vej kjo atje, po se marri vesh Trumpin, adhjo. Apo këshu zien jashtë ata brënda. Po ti e shoqërove deri në Rinas? Kush ja qoj pakon, që duar bozhë, 12 pjata. Sa? 12 pjata, 6 firunjë. Qërka? Ma mos ja fut kota shi. 2 pjata, 6 pirun? 6 luk, 6 thika. Po ato fajans, kelqi, ato të fabrikës kavajës. Dalin, danë gjerat është. Edhe ka bënë i piktur vetë, a i besoj në pjatë, si që a bëri këtyre. Ma gjikë pas ka qënë. I thuaj, merën telefon, kur gjesh kohën, i thuaj mos u kthem më, sepse këtu është qeveri tjetër. Tani, edhe të kuptosh drejt, Gjefri, sepse unë mora gjithë informacionin, se nuk pata mundësi. Por ti nuk e imagjinon nga të gjitha anët e botës aty. Nga të gjitha 4 anë ka bota, nga të 4 anët. Se janë 4 anë në botë, sepse Jug veri lindje për nga mërë tja. është ruzë dhe rëmbullake. Dhe gjoje. Të dashur shqiptar, ka 2 ditë që po vinë nga të 4 anët e botës. Kam prerë biletat. Dhe ne e fesojmë 13 qershor në sheshi Skënderbeu. Pra, i tregojnë, ata që ishin trima. Nuk ka trima të dashur bashkëdhetar, mos keni frikë nesër, dilni. Te janë miza. Miza? Te janë frikacak. Po? Komunizmi ka qenë gjithmonë frikacak. Këta gazetarë dhe tu ishin? Shkuan, edhe urdhër? Ku t'jo më bandë? Ku jo më bandë? Mase, kush? Që dhe len kocka të ata për Unë kam shkoni qonit. Po jo. Unë i thash, mua më thanë, po i thash, unë ka thënë, drejtori shkoni pa tjetër. Nasim? Po i thash e themi që kam dëgjuar, ma. Po i Neritan Ceka, ma, që është dhe doktor profesor. Ja shologjisë. A i është kapur duke shqitur monumentet e vjetra shqiptare, e tani thuhet është në pazar për të shitur Skënderbeun. Të shesë. Si të shesë, ja? Po të thaftë goja, të thaftë.
Ai është simboli i sheshit atje. Bem tjetër, mo, ka që Kalepi, goni, sa, ka bërë pazar, sa milion. Po më duke se e kanë kërkuar një $30 milion. Qarë, më jepe, më ikë më thëj. Kalepi gati. Si që thëve? Po qarë? Bëjë Skënderbeu më njerë? Janë Kalepi të koni, merë, mbushe, Por për Skënderbeu bëjë kohë, po Kali, bëjët kollaja. Se ka Kallëp edhe për Kalin? po i terja është. Qa thua, unë nuk e dija që ky është doktor, profesor, po se po, për që ka shitur këto gjëra, Neritan se ka turp. Neritan. Profesor, shumë gabim. Të shqesë është ti monumentet, andaj ka dalë e filmi monumentet. Po? Edhe se unë se dhja këto, po ja dika dita ky. Ja, dëgjoj. Po nuk e bën histori i gjinushi, o ceka. Unë i them cekës prej këtu. Gjithë ato skulptura që i ke shitur, grekëve, italianëve, kudo, ne i dim, do bash përgjegjësi penale. Profesor Neritani? Ike, më vjen keq. Gjyna. Spaku. E dëgjuat të, mos të... Kishe ndërtuar i re me shkelm, profesor. Po turpi madhë, të vija jo, me Leona. Me Leoni. Si? E Italis, me Leoni. Edhe ky të unjet në mbërdhe, edhe t'i japi sikur do fijosh. Po jo, be. Po jo tani, pasaj edhe ky presidenti i Francë që e gjojti gruaj me plemt. Oh, Macron. E i mbante edhe ambrellën. Gjefri. Të lage jo. Po pse, ambrellën do e mbaj ky? Qa jemi neve? Vasal, jemi shqiptar, të dashur bashkëpatriot të jemi shqiptar, dëgjojni. A e pat e dira me gjuhë përkull, me gjunjës, kur do t'i jipte hunazë. E ulli autoritetin e Shqipërisë. Ashtu e ka ulli autoritetin e Shqipërisë, dhe i quajtur presidenti i Shqipërisë, një cop ignorant. Ignorant? Macron ignorant? Erdi presidenti i Turqisë, e hoqi Skënderbeu. Po. Para ca kohë më përpara, erdi presidenti, një cop ignorant, një hajdut, një rrugaç i Francës, e kupton ti? një ordiner, i mbat dhe ambrellën. S'ka, Gjefri. Në vend jari shedhur. Nuk kam digjinerim se këto që ka bërë kjo qeveri. Ti mbash dhe ambrellën, edhe të ullësh autoritetin e shqiptarëve, ore Gjefri, po shumë e rëndë. Po ti e di që shqiptari për një autoritetron, të dashur bashkëpatriot të mi shqiptar. Shtrëngoni fort autoritetin. Mos e shisni autoritetin tuaj. Nuk mund të ullë autoritetin tonë në gjunjë këta ignorantët e Francës, po kjo i Gjermani është ignorantët. Ky sa u zgjoto, prit të bërë. Do ignorantinizohet edhe ky. S'ka ku të më. O Trumpi ishtë ignorant? Jo. Mirë dhe. Ore se ra muhabeti se nuk... Si vete ky muhabeti Trumpit me atë Elon Muskën? Pajtuan. Jo, qa pajtuan. Si dele keqja... Ore, them se t'je di, këte nga Irani plasi, janë ngopi Izraeli, tani ja ka këthyër ajo Irani Izraelit, si dëve ajo punë, thuaj. Jo. Edhe, t'i shikoj ata qeveritarët. Njëri më i përgatitur se tjetëri, a i staf, nuk donin roga fare, doan të punojnë për Shqipërinë. Ku janë këta? Të punojnë, këta që erdhën në sot, qeveria teknike. Këta. Ishtin 13 ministra, 4 zëns ministra. Për shumë. Janë reduktuar, që i thonë. Si reduktuar? Për qërë? Kjo budallati, si, pëse janë reduktuar? Shumë pak. Zëns ministra? Po zëns ministri ishë më lartë se mi ministri, si post. Sa është temperatura o mundi, shikojnë në të suri? Po sa dojtë? Lëshohet të freskën që. Si? Të zuri va, pa të. Pse? Zëns ministri ishë... Po të gjojë tani, po. A mu që më letë. Kjo shprese e kombit e kasi në Amerikë. Kush është i zoti, nga ministri, kalon zvëns ministrë. Kush është i zoti, erdi koha e realitetit dhe dashur bashkëtatetar shqiptar. Do me thëmë, sot kemi Bledin në regji. Nga regjizor për aftësi të mira, Bledi kalon kameraman. Pastaj kalon punëtor skene. Vjen me ngritë. I dhe njëra dhe nga grimi, se ishin ato qëmë.
E kupton se çfarë është hierarkia. Po. Po tani ti më tregon mua. Lumja ti më Shqipëri lule, qële pas shoqet e tua, si trimja në ballu sule, ta paqim për jetë të hua. Të thjesht nuk do këtë fare të thjesht. Që të këto? Antarë qeveri. Ministra, 13 ministra. 13 ministra dhe presidenti. Janë të thjesht. Dhe presidenti. Pasaj vinë. Nuk ta tregoj presidentin, se është mbahet kështu, që mos ta marri vesh. Po çfarë nuk ndodhë, po se mbajtë. Po derisa të shpallë. Do të bëj një surprizë? Ha, më bëj surprizë. Mbyllë syt. Publicitet. Mo ky e bën vetëm ose? Simondi ti lutet. Publicitet. Fluturove, Kam një entusiazm, E di, fluturove nga gëzimi, përbashën. E di aq. Se çfarë bash? Që fitovi betejën e parë. Raundin e parë, se është me 12 raunde. Jo. Ta ka thënë që kur. O Gjefri. Me 12 raunde më priti raundi i parë. Si raundi? Pashin boks duel këta të dy. Gjyqo Gjefri. A gjy. Se Rama, që është dhunusi i fjalës së lirë, dhe i media së lirë, kupton, i këputi një batut Luli nga ato të zgjuara të mençurat, dhe ky pa pikë tupi vati e hodhi në gjyq. Dhe fitovi Luli. Luli. Basha merr fitoren e parë kundër Ramës. Gjykata e Tiranës e rëzon pa dijen e kryeministit pas 7 vitesh. E di si ishte kjo apo jo? Dhe i vete pikërisht në ditën e festës Partisë Socialiste, doli vendimi i gjykatës. O tërbua e di Rama. Edhe ky që i bëri një çarçaf gjykatës. Kjo trofe. Rama. Po si le trofe, gazetar ka qenë, ka shkruar. Shefi i qeverisë ka paditur Lulzim Bashën për cënim të nderit dhe personalitetit pas deklaratave publike të vitit 2018 mbi përfshirjen e zyrtarëve të lartë të Partisë Socialiste në aferat e dosjes 339, por gjykata e Tiranës vendosi rrëzimin e Epadis me argumentin se është e pabazuar në ligje në prova, teksa shpenzimet gjyqësore do të paguhen nga pala paditëse. Dhe e bëri atë gjyqtare. Kjo që kishte vendimin? Kjo që kishte vendimin. Jo. Po. Do më thonë, deri në nivelin e një 12 vjeçare, do më thonë, kaq kështu është. Pjekur, do më thonë, ky lloj vendimi shkon, e para punës aty deshën 7 vjetë të merrej me këtë çështje. 7 vjetë? Po, 7 vjetë. Bravo i qo. Edhe të diskutosh pastaj, edhe me e bukura pastaj, kërkojnë dhe rritje page, 700 euro. Gjyqtarët, kërkojnë 700 euro. Ja, dëgjoje. Shefi i majorancës është ndalur sërish te kërkesa e Unionit të Gjykatësve, depozituar në kushtetuese për rritje page 700 euro. Si mund t'i vej halli të drejtës së njerëzve për çështje më të rëndësishme në duart e një gjykatëse të tillë? Atëherë të vjen të pyesësh. Ato të zgjohet nga gjumi qeveria e gjyqësorit me këshilltarët e inspektorët e lartë dhe qindra punonjësit e administratës së saj të aq mirë paguar për t'i kaluar në filtrin e përgjegjësisë të lartë publike, bëmat dhe gjëmat me të cilat përballet e drejta e njerëzve të zakonshëm në sallat e gjyqeve? Këtu halli është si do u vej halli çështjeve shumë më të rëndësishme të njerëzve që varen nga mendja e gjykatëses në fjalë apo të tjerëve si ajo, të cilët e kanë nivelin logjik nën kapacitetin e një 12 vjeçari. E kuptona. Dhe që të kuptosh ti që është e drejtë e vërtet, për herë të parë, në historinë e politikës shqiptare, po për herë të parë. Po, mas për herë të parë. Rama e Berisha janë njësoj. Janë dakord. Dëgjoje doktorin. Po ta kanë kohë që kanë një program. Ato se që kanë në shpunë e tyre, po dëgjoje. Kryeministri Edi Rama ka bërë publike një kërkesë të Unionit të Gjyqtarëve që kërkojnë rritjen e pagave të tyre deri në 700 euro. Por kryeministri këtë ka quajtur një lajthitje. Prokurorët e gjykatës Shqipëri, po prokurorët paguhen më shumë se çdo gjykatë dhe prokuror në të gjithë gatimet e Ballkanit dhe bashkë në disa vende të Europës. Nuk ka gjë më absurde dhe kjo vetëm sa u ka rritur reksi. Qofse gjeni një qytetar të vetëm, që u thotë se po mece procesi gjyqësor pa rishtet, urroni dhe të rëzojnë këto. Por sot ju garantojnë se rishteti ka marrë për masat më gjigande në këtë historinë e shtetit. E kuptono? Ndaj do kjo qeveria teknike që solli profesor Pilinçi, jo e pastron
Edhe pa roga vetë, Po bravo. tha, pse me ata të plepave do ecë më? Nuk do ecë me ata. Do marrën djem dhe vajza të rinj të talentuar që vinë nga Amerika, Evropa, Australia, Anglia, Kanadaja, Turqia, Kipro, Greqia, Duan dhe Rumania. rogë shkurt bjerë. Po, jo, me pak gjëre të bëjnë drejtësi sepse duan në Shqipërinë, të bëjnë Shqipërinë që të hidhen këto shtetet e Evropës, aman të jemi me afër me ju. Domethënë Gjermania të pushtoj Malinezi, që t'jetë afër me ne komshirë se Xhefri, se ti nuk e kupton çfarë do thot koncept geopolitik. Jo, Të jesh afër gjeografikisht. po si që është me Malia e Është Greqia, shumë i largë me Malien e Ersekën. Ju duhet pushtoni për metin, që të vini me neve. Me ta afrojnë. Gjitur. Pra, Gjermania pushton, po i bie shkurt me këtë Malien, pushton Greqinë. Po. Pa nga Greqi bëhet Gjermani. Dhe ne kemi fqinj Gjermani. Duan t'jenë ata. Po. Kurse ne kemi këtu, Shumë e thellë. Turku nuk ka nevojë të na vi afër. Vjen Turku dhe kjo Shqipëri, Turqi, se si ka. Dhe nejse. Osmanli. Osmanli. Edhe ja futa kod. Dhe këtu bëhet, Lullëzon. more Xhefri. Lumë kushteroj. Sepse, po dëgjoj edhe atë Manjanin, më pëlqeu shumë. Si mund të marri gjyqtari rrogë më shumë se Barjami? Si Barjami? Barjami, Bariu. presidenti. President. Po me rrogë më shumë gjyqtari nga presidenti. Jo. Është i pari shtetit apo burit. Ma pëlqeu. Ja dëgjoj. Një gjyqtar, pra një magjistrat, e ka pagën 6.132.000 lek. Fillohet nga kryetari i shtetit edhe deri tek punojësi më i thjeshtë, vendosen në një hierarki shtetërore. Por jo që të arrish në absurdin që një gjykatës apeli të marrë 6 milion lek, dakord? Dhe kryetari i gjykatës lartë në gjysmën e kësaj. Bishti është më e rëndësishëm se sa koka. Çfarë do thuash bishti më? Ja. Gjykata përshtattuese. Po tjetër. Pse është më e rëndësishëm? Po ja, pra bishti me 6 milion lek shive koka. Pra ti Dumani merr më shumë se sa Kazaçe po thua. Po sigurisht, si kush duhet marrë. Po çfarë logjika është kjo? Dhe asnjë nga këto nuk ka kuptim që ta ketë rrogën më të lartë se sa presidenti i Republikës. Ke parasysh atë fabulën që sopata po priste pemën, bam, çfarë më bëni, tha. U këput. Jo. Bishti, Çfarë më bëni, tha. Pema. Mua më preti, tha. Veti, tha, ma dhe armën me dorën tënde. I tha Pema, sepse Bishti ishte nga Pema. Po pse dhe jo, që i tha kungulli të mbështetet në qik, i tha gardit sa ta shu, edhe rëzovi nga. Po është tjetër gjë qo. Se është tjetër gjë? Qo që thua ti është, kjo është të vratsh veten me dorën tënde. Ashtu si kur thëtë Manjani, më i rënd Bishti nga Skjepari. Bravo Ylli, ja. O Xhefri, po pse je për këtë tja? Nuk lejohet. Ledi, foti i publicitet në Trëndafila. E më ti, më bukur se kaq. Kemi ferma vip sot, para finale. Xhefri, ekziston dashuria vërtet? S'ke dëgjuar ti bure grua mishe thua. Po këtë kam dëgjuar unë. Por a thua i gratë japin dhe shpirtin për burrin? Qarë të ke në dorë? Në dorë? Po pse në dorë, mund ta ke në trup? Po në trup, qarë të duam? Si mos? Mirë, po ishte bërë një test. I kishin provokuar gratë, kishin thënë, do jepje veshkën për burrin? Gati, si që? Lesh. Si lesh? Se burrat e shkret me njerë. Shikoj. Bir böbreğinizi feda eder miydiniz? Kime günahımı bile vermem. Vermez. Önce kendisi. Vallahi kimseye için vermem. Günahımı bile vermezdim. Erkekler iğrenç bir varlık. Tabii ki de etmem. Etmem. Karaciğerimi bile feda ederim. Edhe mëlqin do jepja thot burri. İki böbreğim var. Dhe dyja do jepja thot burri. Ederim. Çünkü onu çok Do e seviyorum. bëja, sepse e dua shumë. Tabii ki ederim. Normal që po. Edhe jetën e jap thot ky fundit. Është detyrë njerëzore. E kupton, prandaj o Çajuk. Ramet atje ku je, po shkruaj ndryshe atë poezin, edhe atje ku je, lartë të qelë të zote. Gratë në hi e lozën ku vendojnë, pika që su bje, se na burrat trojnë. Burrat japin çdo gjë. Na vesh ka trojnë. Po burrat japin çdo gjë, më po. Hyra unë njerëz. Me spanjishten mirje, kur shkonin në Amerikë, ty të përdorin për përkthim, shoqëria. Sa më fritë. Po të shkojmë ne të dy. Në Amerikë, natyrisht që anglisht do flasësh ti. Po dhe spanjisht. Po anglisht. Anglisht. Shikoj një si puna jote. Shikoj. Çdo familje ka një që qanë anglishtën.
Miren, papito, saque usted niveles de inglés. Venga, venga, Deje la pendejada, ya huele. Sea montañero, hombre. Ay, sí. Hi. Passport. Oh, yes, passport. Passport! Colombian people. Rubio Cucalón. Where in Miami you will be staying? S'ka gjizdinë. Hello, gringo. You want to be entering more than $10,000 in cash in the United States? Yes. Oh, yes. Yes, yes. Le está preguntando, papito. ¿Quiere visitar Colombia? Que se dé cuenta, yo soy retiro. Díganle que ya está invitado a la casa con mucho gusto. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo usted la paga? Pero que hay que ser amable con la gente. Sí, también. Do you want to stay here illegally? Yes. Of course. Yes. Yes, yes, yes. Ky është Jeffrey Zenelson në Amerikë dashur. Në hapat e para. Në hapat e para, po. Kështu do jemi neve dhe na kthejnë që të dyve në New Jersey. Po. Apo do zbesim New York. Ha? Kush na qasë? Një ty se unë. Po. Sa ja tregoj kështu. Po, që ktheu mbrapa, çfarë thon? Turn. Ha? Turn. Po, të lutem, ktheu mbrapa e dua. Turn indietro, qartë thëmë. Asë të se di. Tjore, regjizoriri, se aqë do këmë. E mbyllë. Ishte gjithçka të dashëmi për këtë mbrëmje, por nuk mbarojmë këtu, sepse realisht pas pak do të ndihni Ferma VIP, është para finale. Qerek finale. Po mirë them si jeni sherje. Mirë. Dhe nga nesër fillojmë pa para night, ose ndyshe në shpit dhe në me zemër, Altazar, në pjesët më të mira, me personazhet më të dashur për publikun. Çdo të shtunë në orën 21 në televizionin kombëtar Vision Plus. Nga unë e Jeffrey Paçi një fundjavë bukur, shëndet në gjitha, lëshojnë në detit, nxini lëkurën. Natë mirë.